4 ritualet e fuqishme me karafil dhe urtësia budiste për pasuri, mbrojtje dhe bollëk të përjetshëm. Përshëndetje shpirt i dashur. Nëse je këtu sot, nuk është rastësi. Në një botë ku gjithçka duket kaotike, ku faturat grumbullohen dhe zemra ndonjëherë ndihet bosh, ekziston një urtësi miravjeçare që të lidh direkt me rrjedhën e bollkut të universit. Buda ka thënë: mendja është gjithçka. Çfarë mendon, atë bëhesh. Sot do të të tregoj 4 rituale të thjeshta me karafil, një erëz që njihet që në kohët e lashta për fuqinë e saj mbrojtëse dhe magnetike, të cilat, kur kombinohen me mendjen tënde të ndërgjegjshme, hapin dyert e pasurisë, mbrojtjes dhe dashurisë së vërtetë. Qëndro me mua dhe në fund do të ndihesh ndryshe. Pika 1. Fuqia e mendjes dhe ligji i tërheqjes sipas budizmit. Le të fillojmë nga thelbësori, gjithçka fillon dhe mbaron te mendja. Buda e quante këtë cita mendja ose ndërgjegjja. Kur ti mendon vazhdimisht nuk kam mjaftueshëm, universi të dërgon më shumë mungesë. Kur mendon unë jam i bekuar, unë jam i plot, universi të dërgon më shumë bekime. Ky nuk është pozitivitet toksik. Është ligj kozmik. Në tekstet e lashta thuhet, të gjitha qenjet janë trashëgimtare të karmës së tyre. Çdo mendim është një farë që mbillet në fushën e realitetit. Prandaj ritualet që do të të tregoj sot nuk janë magji. Janë vegla për të fokusuar mendjen tënde si lazer në atë që dëshiron vërtet. Karafili thjesht do të jetë aleati yt energjetik. Pika 2. Pse pikërisht karafili? Historia dhe fuqia e fshehtë. Në Egjiptin e lashtë, karafili përdori për të balsamosur faraonët, sepse konsiderohej si lule e perëndive. Në Kin, perandorët e dinastisë Han e mbanin në gojë kur flisnin me ministrat, që fjalët e tyre të jenë të fuqishme dhe të pastra. Në traditën Hodo dhe magjin popullore afrikane, karafili është mbrojtësi i pasurisë. Era e tij e fortë largon energjitë e ulta dhe hap rrugën për energji të lartë. Në nivel vibracional, karafili ka një frekuencë shumë të lartë, rreth 450 Hz sipas disa studimeve energjetike. Për krahasim, ndjesia e turpit është 20 Hz, mirënjohja është 540 Hz. Pra, kur e përdorim me qëllim, ne ngrem frekuencën tonë personale. Numri 3. Pse gjithmonë 3 karafila? Në budizëm, 3 është numri i 3 gjevahireve, Buda, Dharma, Sangha. Në krishterim, atë bir, shpirt i shenjtë. Në hinduizëm, Brahma, Vishnu, Shiva, krijim, ruajtje, shkatërim. 3 është numri i harmonisë dhe i manifestimit të plotë. Prandaj të gjitha ritualet do të kenë saktësisht 3 karafila. Rituali 1. Mbrojtja e shtëpisë. Rituali i parë quhet roja e heshtur. Do të duhet një beam snake plant, gjua e vjerrës, sepse nëse e ka renditur ndërbimet që pastrojnë më shumë ajrin dhe largon toksinat edhe natën. 3 karafila të plotë. Kur të jesh vetëm në shtëpi, ulu para bimës. Merë frymë thellë 3 herë. Merë karafilin e parë në dorë dhe thuaj me zë. Me këtë karafil të parë, unë mbroj këtë hapësirë nga çdo energji negative që mund të hyjë. Pastaj shtyp but karafilin në dheun e bimës. Karafili i dytë. Me këtë karafil të dytë, unë tërheq vetëm energji bekimi dhe prosperiteti. Karafili i tretë. Me këtë karafil të tretë, unë i jap jetë kësaj mbrojtjeje për gjithmonë. Vendose bimën të dera kryesore e hyrjes ose të dera e zyrës. Çdo herë që kalon pranë saj, prek lehtë gjethet dhe thuaj mendërisht faleminderit. Kjo bim do të bëhet një rojtar 24 orë. Rituali 2. Rritja financiare. Rituali i dytë është për ata që duan të shohin lëvizje reale në llogari bankare. Shko te vendi ku mban paratë, kasafort, kutia e kursimeve, sirtari ku mban portofolin. Merr 3 karafila të rinj. Para se ti vendosësh, qëndro 30 sekonda në heshtje dhe ndij mirënjohje për çdo lek që ke tani. Pastaj, karafili i parë. Unë mbroj çdo lek që hyn këtu dhe e shumë fishoj. Vendose brenda. Karafili i dytë. Unë tërheq mundësi të reja financiare çdo ditë. Karafili i tretë. Unë jam i hapur dhe gati të marr bollëk pa kufi. Lëri aty për minimalisht 40 ditë. Kur të ndihesh gati, hiq karafilat e vjetër, digjini ose groposini duke thënë faleminderit dhe vendos 3 të rinj. Shumë njerëz që e kanë bërë këtë ritual më dërgojnë mesazhe, papritur më erdhi një pagesë e harruar, më pranuan në një punë më të mirë. Sepse ti ke vendosur qëllimin dhe ke lënë universin të punojë. Rituali 3. Hajmalia e bollëkut personal, qese e kuqe. Ky është rituali që do ta mbash me vete çdo ditë. Do të duhet një qese e vogël prej pëlure e kuqja është ngjyra e rënjes chakras dhe e fuqisë jetësore. Një monedhë ose kartëmonedhë e vërtet, edhe 100 lekë të vjetër mjaftojnë, sa më e vjetër aq më mirë, sepse ka thitur më shumë energji mirënjohjeje. 3 karafila të plotë. Në një natë me hënë në rritje, nëse mundesh, ulu në një vend të qetë.
Merë qesen në dorën e majtë, dora që merë. Vendos kartëmonedhën dhe thuaj. Ti je simbol i bollëkut që tashmë është imi. Pastaj karafili i parë. Unë tërheq para të reja çdo ditë. Karafili i dytë. Unë tërheq dashuri dhe respekt. Karafili i tretë. Unë tërheq shëndet dhe energji të pafund. Mbyll qesen, puthe 3 herë dhe vendose në portofol ose në çantë. Çdo mëngjes prek qesen dhe thuaj, faleminderit që je me mua. Kjo hajmali është si një busull që të mban të fokusuar te bollëku edhe kur bota përreth të thotë të kundërtën. Rituali 4, uji i 3 dëshirave. Ky është rituali im i preferuar sepse prek shëndetin, dashurinë dhe pasurinë njëkohësisht. Në mbrëmje, kur shtëpia është e qetë, merr një gotë qelçi të pastër. Mbush me ujë të pishëm. Qëndro para gotës dhe merr 3 frymëmarrje të thella. Merr karafilin e parë, shikoje në sy dhe thuaj me zë të lartë. Unë jam para. Bollëku rrjedh drejt meje tani. Hidhe në ujë. Karafili i dytë. Unë jam dashuri. Unë jap dhe marr dashuri të pastër. Hidhe në ujë. Karafili i tretë. Unë jam shëndet. Çdo qelisë e trupit tim është e shëndetshme dhe e fortë. Hidhe në ujë. Lëre gotën te dera kryesore ose te dritarja kryesore gjatë gjithë natës. Të nesërmen në mëngjes, hidh ujin te një bim ose në natyrë duke thënë: faleminderit që i çove këto qëllime në univers. Bëje këtë për 7 ditë rresht, pastaj sa herë të ndihet nevoja. Përfundimi, çelësi i vërtet sipas budizmit. Tani që i ke 4 ritualet në zemër, dua të rri pak më gjatë me ty, sepse kjo është pjesa më e rëndësishme e gjithë videos. Ritualet janë si një çelës i bukur prej ari. Por derën e hap vetëm zemra jote. Buda e përmblodhi gjithçka në një fjali të thjeshtë. Para se të ndriçosh të tjerët, ndes dritën brenda vetes. Bollëku i vërtet nuk fillon kur të vinë parat. Fillon në çastin kur ti ndalon së kërkuari prova që ke pak dhe fillon të jetosh sikur tashmë ke gjithçka. Kur hap syt në mëngjes dhe fjala e parë që të del nga goja është faleminderit. Kur sheh një faturë dhe mendon, kjo është vetëm energji që kthehet te të tjerët dhe energjia ime shumë fishohet. Kur jep 100 lekë një plake në rrugë dhe ndjen një ngrohtësi që as 1 milion nuk mund ta blej. Kjo është dana, bujaria e vërtet budiste. Nuk ka të bëjë me shumën, por me ndjesinë. Kur jep me gëzim, i tregon universit: unë jetoj në bollëk. Kam kaq shumë sa mund të ndaj pa frikë. Dhe universi të përgjigjet, atëherë merr edhe më shumë. Prandaj të lutem, premto vetvetes tani. Çdo ditë për 30 ditët e ardhshme do të bësh një akt të vogël bujarie. Një mesazh inkurajimi, një kafe që ja paguan dikujt, një të dua që e ke mbajtur brenda. Bëje dhe shiko si gjithçka ndryshon. Dhe kur të ndihesh i humbur, kur mendja të thotë, po ku janë paratë mia, ku është dashuria ime? Ktheu te kjo video, te këto 4 rituale, te 3 karafilat e thjeshtë. Sepse ata do të jenë aty për të kujtuar. Ti nuk je duke pritur bollëkun. Ti je bollëku që po zgjohet. Mbyllja përfundimtare. Faleminderit që më leje të jem sot në veshët dhe në zemrën tënde. Unë besoj te ti. Universi beson te ti. Tani është radha jote të besosh. Shkruaj në komente fjalët: unë jam gati të marr gjithçka që më përket. Unë do të lexoj çdo koment dhe do të dërgoj dashuri direkt në zemër. Zemra ime përshëndet zemrën tënde. Shihemi shumë shpejt sepse ti tani je në rrugën e duhur. Namaste.